Me 85 vota pro dhe 3 kundër, Endrit Shabani u votua në kuvend si avokati i popullit me mbështetjen e shumicës socialiste. I pranishëm vetëm për këtë votim ishte kryeministri Edi Rama, ndërsa menjëherë gjithë grupi i Partisë Demokratike braktisi sallën. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Shabani shkruan se e sheh këtë rol si vot besim sa të rëndësishëm dhe personalisht prekës aq dhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Vetëm akoma i befasuar me deputetët e opozitës, të cilët fillimisht më inkurajuar me dashamirësi, më dhanë firmat e tyre sipas ligjit dhe moruan sukses, por më pas vendosën ta braktisnin kandidaturën time, thuajse nuk isha e tyrja. Nga ana tjetër, deputetët e mazhorancës fillimisht refuzuan të më jepnin qoftë edhe një firmë, megjithëse disa prej tyre i kam miq, me argumentin se Partia Socialiste nuk do të hynte në këtë punë të opozitës, por në momentin final më votuan që të gjithë, madje me vot të fshehtë, duke besuar detyrën e avokatit të popullit. E gjithë kjo dinamikë ishte diçka që s'do ta besoja dot po të ma tregonin më parë dhe nuk e lija dot pa e shënuar. Dua të vlerësoj në veçanti faktin që duke më dhënë votën, deputetët e mazhorancës i dhanë përparësi si skuadër funksionimit të shtetit dhe ka përcyer njerëzisht faktin që unë si aktivist i angazhuar në radhët e opozitës kam bërë dhe thënë gjëra për të cilat me siguri nuk ju ka ardhur mirë. U shpreh respekt për nivelin dallueshëm më të lartë politik dhe i siguroj se në kryerjen e kësaj detyre të rëndësishme do të bëjmë më të mirën për të gëzuar respektin e të gjithëve, shkruan Shabani.